Kam një pyetje publike nga Kruja për qeverinë e Shqipërisë. Përse nuk e shpallni gjendjen e jashtëzakonshme për Krujën? Ky qytet prej 5 ditësh po përballet me flakë të zjarrit dhe ende situata nuk është vënë nën kontroll, sepse dhe në lagjen Boje dhe në lagjen Abaze, por tek Tuk edhe diku tjetër ka vatra zjarri. Pyetja është pse nuk shpallet gjendja e emergjencës apo gjendja e jashtëzakonshme për Krujën. Ata që mendojnë dhe thonë që u fitua lufta me flagët dhe me zjarrin Kruj gabojnë rënd. Ditën e shtunë me datë 8 gusht ka rënë zjarri dhe sigurisht që të gjithë qytetarët janë munduar me forcat e tyre për të shuar flakët e zjarrit. Dua të përshëndes forcat zjarfikse, ushtrinë dhe ata që kanë punuar me helikopterët, policinë dhe çdo kënd tjetër, çdo qytetar që u mor me fikën e zjarrit. Sot qëllimi i kësaj video, ndërkohë që në krahun tim të majt siç e shikoni po vazhdon djegja në lagjen Boje të Krujës, një prej lagjeve që po digjet në mënyrë sistematike dhe lufta me flakët po vazhdon, ka vatër të ndezur akoma në Abaze apo edhe tek Tuk në ndonjë vend tjetër ku ullit mbajnë nxehtësi. Unë sot kam një thirrje. Të gjitha zjarfikset që kanë mundësi që të qëndrojnë në Kruj, të qëndrojnë në qytetin e Krujës, sepse flagët e zjarrit në Kruj nuk po pushojnë. Kanë kaluar 5 ditë pra nga e shtuna në të mërkurë që jemi sot dhe vazhdojnë akoma të kemi flagë. Kruja duhet jetë në një gjendje emergjence dhe zjarfikset duhet qarkullojnë në lagjet e Krujës. Nuk mundet që zjarfikset të largohen dhe të kthehen në një moment caktuar. Qytetarët më kanë telefonuar dhe më thonë që përgjigjen me vonesë. Gjithsesi nuk jam këtu për të vendosur fajin dhe gishtin tek askush, nuk jam këtu as për të bërë politik me fatkeqësinë, por jam këtu për të bërë një apel për gjithë ata autoritete që marrin përsipër shuarjen e flakëve të zjarrit të vazhdojnë të qëndrojnë në Kruj, sepse ende ky qytet nuk e ka fituar garën me flakët e zjarrit. Ende ky qytet po lufton për territor dhe po bashkëjeton me flakët e zjarrit, siç ju thash, në lagjen Boje, në Barabit, në Abaze apo në krahas të Krujës apo më poshtë në Halil. Janë zona të cilat janë në monitorim dhe sigurisht që presim zhvillime se si do të sillen natën. Rreziku më i madh është natën për shkak se rreth orës 20 helikopterët e ndërpresin punën e tyre dhe gjithçka mbetet në dorë të zjarfikseve dhe të ushtrisë, dhe është shumë e rëndësishme që Kruja të jetë në gjendje të emergjencës dhe zjarfikset të vazhdojnë të qëndrojnë në këtë qytet në gatishmëri në çdo nga lagjet e Krujës.